Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Të dashur dhe nderuar teleshikues, mirë se po takohemi në një prej emisioneve të radhës për të trajtuar një prej shqetësimeve të radhës, me të cilat ballafaqohen të gjithë prej nesh, por në veçanti rinia jonë. Kemi trajtuar disa prej shqetësimeve më kryesore dhe radha është të flasim gjithashtu për një shqetësim të rëndësishëm, madje vendimtar në formimin ton jetësor, e që është zgjedhja e shoqërisë së mirë. Pra, si ta zgjedh shoqërinë. Nuk ka dyshim se shoqëria e mirë ndikon në mënyrë të drejtë për drejtë në formimin ton shpirtëror, moral e intelektual. Dhe për këtë arsye feja jonë e bukur, sepse është feja e vlerave, i kushton rëndësi të lartë dhe të veçantë çështjes së përzgjedhjes së shoqërisë. Për faktin se njeriu ndikohet nga rrethi i tij, në veçanti nga rrethi i ngushtë i tij, nga ata njerëz që shoqërohet me ta gjatë ditës dhe gjatë natës, nga ata me të cilët e ndan edhe pikëllimin por edhe gëzimin, nga ata që e ndan edhe anën profesionale me ta kur punon, por edhe me gjithë të tjerët, sepse njeriu është qenie sociale. Jo më kotë Allahu e quan njeriu në insan. Një prej kuptimeve të këtij termi është i shoqërueshëm. Se njeriu është qenie sociale, që nuk mund të jetojë pa shoqëri. Argument më të drejtë për drejtë për këtë e kemi Ademin alayhis salam, i cili edhe pse u krijua dhe jetoi në ambientin më të mrekullueshëm, e që është xheneti i Allahut, ai ndihej i vetëm. Kishte nevojë për shoqëri. Prandaj kërkoi nga Zoti i Madhërisëm që ta ketë një shoqëri e cila do t'ja përmbushte nevojat e tij shpirtërore. Dhe për këtë arsye Allahu si shok jete ja krijoi Havën alayhis salam. Por në anën tjetër edhe kategoria më djallëzore e gjitha krijesave, e që është djalli i mallkuar, Iblisi, gjithashtu nuk dëshiroi që të shtektonte i vetëm për gjatë realizimit të planit të tij për t'i devijuar njerëzit. Andaj kërkoi nga Allahu i Madhërisëm që të ketë shok me vete. Dhe Allahu në Kur'an e përshkruan mirëfilli një gjë të tillë, se si Iblisi kërkoi nga Zoti që t'ia lejonte që ai të vazhdonte të jetonte dhe të thriste për në devijim, madje përmendi termin që të ketë sa më shumë shok me vete. E Allah i tha se ti do të kesh shumë shok përpos besimtarëve të sinqertë. Ata nuk do të kesh mundësi që ti përvetësosh. Pra nuk do të kesh mundësi që ti bësh të jenë shokët tu. Për arsye se ata shoqërinë e tyre e kanë me Allahun e Madhërisëm, me vlerat dhe me njerëzit e devotshëm. Pra, kjo tregon se sa e rëndësishme është që të kemi shoqëri. Pra, është një çështje që secili prej nesh e ka parasysh se nuk jetohet pa shoqëri. Duke qenë kësaj, ne jemi të obliguar që ta përzgjedhim shoqërinë sa më të mirë. Nga se rrugtimi ynë karakterizohet me vështirësi, por edhe me përparësi të shumta. Përjetimet që ne i ndjejmë dhe i përjetojmë gjatë rrugtimit tonë jetësor është i përbashkët me ata që jetojnë rreth nesh, në veçanti me ata që shoqërohemi më shumë se sa me të tjerët. Së këndemi është e udhës që ta përkujtojmë vlerën e shoqërisë së mirë. Prandaj Allahu i Madhërisëm neve na tregon përmes shumë ajeteve kuranore dhe përmes shumë haditheve të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam se pa shoqëri nuk jetohet jeta e kësaj bote. Dhe se shoqëria e mirë ka ndikim të drejtë për drejtë në formimin ton, por edhe në realizimin e përgjegjësive tona. Prandaj Musa alayhis salam, përkundër faktit që ishte një pejgamber i zgjedhur, një pejgamber i vendosur, ai kishte nevojë për një shoqërues të denjë,
Për këtë arsye kërkoi nga Allahu i Madhërisëm që t'ia përcaktonte një shoqërues. Dhe Allahu e përzgjodhi Harunin, vëllaun e tij, nga se ishte njeriu më i denjë për ta shoqëruar Musën alayhi salam. Edhe Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, vula e pejgamberisë dhe zotëriu i njerëzisë, ishte i nevojshëm për shoqëri. Përkundër faktit që ai ishte i garantuar nga Zoti i tij se mesazhi i tij do të përmbushej, ashtu siç është më së miri, se përgjegjësitë do të kryeshin nga ana e tij, por megjithatë ai kërkoi shoqërues. Dhe Allahu i përgjigji sahabët e nderuar që të jenë shoqëruesit e tij. Të gjitha këto argumente tregojnë se jeta e kësaj bote nuk mund të jetohet pa shoqëri. Dhe ajo që neve duhet na preokupoj si një shqetësim tejet serioz është pikërisht përzgjedhja e shoqërisë sonë, e në veçanti në periudhën rinore, në fazën më të rëndësishme të formimit tonë. Çdo i ri dhe çdo i re duhet të ketë parasysh se përzgjedhja e shoqërisë lë gjurmë direkte në formimin e tij dhe të saj. Përzgjedhja e shoqërisë shpeshherë rezulton të jetë edhe vendimtare, nga se shumë për njerëzve ndikohen nga shokët dhe shoqet e tyre, aqsa edhe i ndërmarrin vendimet më të rëndësishme jetësore. Si për mirë, si për keq, ne ndikohemi nga shoqëria jonë. Por në anën tjetër, ajo çfarë përzgjedhim prej shoqërisë sonë, tregon se kush realisht jemi ne. Jo më kot një fjalë e urtë thot, më trego se me kë shoqërohesh, të them se kush je. Nëse njeriu përzgjedhjen e shoqërisë e bën në bazë të vlerave personale që i ka, që i kultivon ato. Andaj, në bazë të formimit personal që e ka, e përzgjedh edhe shoqërinë e tij, sepse dëshiron që të ketë një përputhmëri edhe konceptuale, por edhe jetësore në përgjithësi. Përshtatshmëria dhe përputhmëria është kërkesë e secilit prej nesh. Dhe ajo që ne ngarendim pasaj tregon se kush realisht jemi ne. Transmetohet se Uqba ibn Rabia, një prej antarëve të elitës mekase dhe një prej armiqve më të drejtë për drejtë e më të përbetuar të Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, pas shumë gjërave që ndodhen në Mekë, ai vendosi që të shkonte në Medinë dhe ta pranonte Islamin. Pra vendosi që të shkonte tek Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam dhe t'i dorëzoje Allahut dhe Resulullahut. Por gjatë rrugës e takoi Abu Jahlin që e kishte shok të ngushtë. Ai e pyeti dhe i tha: "Ku po shkon?" Tha: "Po shkoj në Medinë për ta pranuar Islamin." Tha: "Nëse e bën një gjë të tillë, ti me mua kur nuk do të flasësh dhe kur nuk do të takohesh." Kjo ndikoi në mënyrë të drejtë për drejtë në zemrën e Uqbes, sepse Abu Jahli për të ishte shok i ngushtë dhe i vlefshëm. Dhe bëri që kjo qasje e gabuar, kjo shoqëri e dështuar, që të ndikonte në personalitetin e tij e madje në vendimin më të rëndësishëm të jetës së tij, e që ishte pranimi i Islamit, por ai dështoi. Pra kaq ndikim të drejtë për drejtë kanë shokët tanë. Kaq ndikim të drejtë për drejtë kanë edhe shoqet për gjininë femnore. Nga se njeriu ndikohet me njëherë nga ata që e rrethojnë. Prandaj Allahu i Madhërisëm në parathënien kuranore na ka mësuar që kur të lutemi për udhëzim, të lutemi në shumës. Ne ndonë se falemi individualisht, pra secili prej nesh kur lidhet në namaz, qoftë i vetëm apo me imam, realisht ai namazin e fal për vetvete, nëse namazi nuk mund të performohet për të tjerët. Por themi ihdina siratal mustaqim, na udhëzo në rrugë të drejtë, në shumës, i përfshim gjithë ata që janë rreth nesh, e në veçanti shoqërinë tonë, atyre që ne u besojmë. Ata me cilët ne jemi të lidhur me një lidhje të veçantë dhe speciale, sepse Allahu dëshiron të na mësoj diçka që është shumë e rëndësishme, shoqëria e mirë. Ne detyrimisht do të jetojmë me rreth shoqëror, sikur se jetojmë edhe me rreth familjar. Ne detyrimisht do të bashkëndjejmë, do të bashkësprovohemi, detyrimisht do të kalojmë shumë prej sprovave të jetës së kësaj bote, por edhe prej mirësive të saj. Andaj kërkohet që të kemi shoqëri të mirë
dhe përrjedhoj edhe lutemi për mirësinë e tyre, ashtu siç lutemi edhe për mirësinë tonë. Në anën tjetër, shoqëria e keqe ditë lë gjurmë të drejtë për drejta. Prandaj janë të shumta rastet kur prindit ankohen se fëmijët e tyre kanë qenë shumë të mirë, kanë qenë shumë të dëgjueshëm, kanë qenë shumë të ndershëm, por për një çast ndryshuan. Ku është problemi? Tek shoqëria e keqe. Problemi është tek pakujdesia e tyre si prind në përzgjedhjen e shoqërisë së fëmijëve të tyre. Problemi është në përzgjedhjen e shokut dhe të shoqes së gabuar nga ana e fëmijëve të tyre. Problemi është që këtë çështje e kanë trajtuar si diçka jo shumë serioze dhe të rëndësishme, apo si diçka të rëndësisë së dytë, jo të rëndësisë primare. Dhe këtu realisht lindin problemet shpeshherë edhe të parikoperueshme. Se sa rëndësishme është që njeriu ta përzgjedhë shoqërinë e mirë, apo ta ndryshoj atë në qoftë se shoqërohet me shoqëri të keqe, dëshmon fakti se si një njeri për cilin na tregon pejgamberi i dashur Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, jetonte në një mes të keq, në një mes fesadgjinjesh, në një mes njerëzish të pandershëm, saqë u bë dhe vrasës. I vrau 100 njerëz, por ai ishte në kërkim të ndryshimit personal, ishte në kërkim të udhëzimit, në kërkim të faljes e të pendimit. Andaj, kur Zoti e çoi tek një njeri që ishte shoqërues i mirë dhe këshillues i mirë, ai i tha se ti duhet ta ndrosh vendin ku jeton. Vendi yt është i lig. Rrethi në cilin ti je rritur dhe je zhvilluar është rreth ngatrëstarësh, rreth zullumçarësh. Shko në filan vendin sepse aty ka njerëz të ndershëm që të këshillojnë për mirë. Dhe kur e vendosi, për shkak se ishte i sinqert, deshi Zoti dhe ati erdhi meleku i vdekjes për t'ia marrur shpirtin. Saqë melekët e mëshirës diskutuan me melekët e ndëshkimit se cili është përfundimi i tij. A duhet të ndëshkohet apo duhet të mirë trajtohet? Për arsye se ky për një pëllëmb kishte arritur në destinacionin e synuar, bëri që ai të përfundonte me melekët e mëshirës. Përshikoni se sa e rëndësishme është njeriu që të shoqërohet me shoqëri të mirë, me shoqëri të mbarë, të devotshme. Por edhe sa e rëndësishme është që kur ne shoqërohemi me shoqëri të keqe, ta ndryshojmë atë, të dalim prej asaj shoqërie, të kërkojmë shoqëri të re, në mënyrë që mos përfundojmë me përfundim të dhëmshëm. Shoqëria mes muslimanëve është shoqëri pa interesa. Prandaj ne ndihmojmë njëri tjetrin mbi bazën e një interesi që e të i kalon dimenzionin e jetës së kësaj bote. Interesi i arritjes së kënaqësisë së Allahut. Interesi i shpërblimit me xhenet. Interesi i shoqërimit me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam dhe me pejgamberët tjerë, pastaj edhe me dëshmorët, me njerëzit e mirë dhe të sinqertë. Ky është interesi që neve duhet na lidh në shoqëritë tona. Ky është shkaku dhe arsyeja e vetme mbi të cilin ne duhet të ndërtojmë relacionet tona, marrëdhëniet tona, sepse shoqëria në Islam konsiderohet bekim nga Zoti. Është një prej faktorëve të drejtë për drejtë përmes të cilit Zoti na begaton, Zoti na bekon. Se sa është e rëndësishme që të krijojmë marrëdhënie shoqërore mbi bazën e interesit të arritjes së kënaqësisë së Allahut, dhe jo mbi bazën e interesit të jetës së kësaj bote, mbi bazën e intereseve perfite të jetës së kësaj bote, dëshmon gjithashtu edhe hadithi që Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam na tregon për një njeri në kohrat e lashta i cili kishte vendosur për hir të Allahut të shkonte shumë larg dhe ta vizitonte shokun e tij që e donte dhe e respektonte jashtëmase. Gjatë rrugës i doli një person dhe i tha: "Për ku je nisur?" Tha: "Jam nisur për ta vizituar filanin." Tha: "Për çfarë arsye? A ke ndonjë interes apo të lidh diçka familjare me të?" Tha: "Për asnjë arsye. As nuk më lidh diçka familjare me të, as ndonjë interes i jetës së kësaj bote." Atëherë tha: "Më lejo të tregoj," tha, "se unë jam melek i Allahut, që më ka dërguar ekskluzivisht për ty, për këtë vlerë kaq të madhe që ti e ke shpërfaqur dhe ke treguar, të vizitës së vllaut tënd në fe, në vlera, vetëm për hir të Zotit, jo për intereset të jetës së kësaj bote,
se ti je i falur tek Allahu i Madhërisëm, se Allahu ty të do, ashtu siç ti e do atë njeri. Pra kaq është e rëndësishme që ne t'i ndërtojmë marrëdhëniet tona shoqërore mbi bazën e sinqeritetit, si kushti bazik i pranimit të veprave tona dhe si garantuesi i vetëm i jetëgjatësisë së këtyre veprave. Pra ne duhet ta duam njëri tjetrin për hir të Allahut. Ne duhet të kërkojmë shoqëri që na duan dhe i duam për hir të Allahut. Madje nuk mund ta shijojmë ëmbëlsinë e imanit pa e dashur njëri tjetrin vetëm për hir të Zotit, pa na lidhur intereset e jetës së kësaj bote, por duke na lidhur vetëm interesi i botës së përtejme. Andaj është e udhës që ta pyesim veten se a e kërkojmë një prej mirësive më të mëdha në jetën e kësaj bote, siç është kërkimi i shoqërisë së mirë, më shumë apo sikurse e kërkojmë rrezikun material, ndërkohë që arritja e një shoqërie të mirë, të begatshme, të devotshme është shumë më vlerë se sa arritja e pasurive materiale në jetën e kësaj bote. Gjithmonë resurset njerëzore kanë më shumë vlerë se sa resurset materiale. Pra, duhet që t'ja kërkojmë Allahut vazhdimisht shoqërinë e mirë, shokun e mirë, shoqen e mirë, me ata me të cilët ne i bashkëndjejmë proceset tona jetësore, qoftë të zhvillimit apo të ballafaqimit me sprova të shumta, me të cilët ne e ndajmë edhe gëzimin edhe pikëllimin, me të cilët ne i zgjerojmë gjoksat tanë dhe i qetësojmë zemrat tona kur i paraqesim problemet tona, me të cilët ne realisht kërkojmë zgjidhjet më të mira për problemet tona. Nuk ka kënaqësi më të madhe se sa të kesh një shok besnik apo një shoqe besnike me të cilët ti ke mundësinë e të shprehurit, ke mundësinë e shpërfaqjes së nevojave tua, të problemeve tua. Sa herë ndodh që vetëm një këshill e mirë që ta ngroh shpirtin, ta zgjidh problemin, ta pakson dhimbjen, të nxjerr nga errësira e sferës së sprovimit. Pra, sikurse të vije dikush dhe me dorën e tij të largon nga kjo sferë e errët edhe të nxjerr në sipërfaqen e ndritur. Kështu është kur ne kemi një mik, një shok apo një shoqe për gjininë femërore që janë adresa besnike për ne, me të cilët ne kemi mundësi që t'i çajmë hallet, por edhe t'ju drejtohemi atyre për ndonjë çështje të caktuar, sikurse na ndodh të gjithë. Për këtë arsye Allahu i Madhërisëm i drejtohet besimtarëve në përgjithësi duke ju thënë: "Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin." O ju besimtar, tregoni dhe dëshmoni frikë respekt meritor ndaj Zotit tuaj dhe jini me të sinqertët. Pra, shoqërohuni me të sinqertët, sepse nuk ka vlerë më të madhe se sa të shoqërohesh me njerëz të sinqertë. Të marrësh për mik e për shok një njeri që ka frikë Allahun e Madhërisëm, të marrësh për adresë të qarjes së halleve, të zgjidhjes së problemeve, të paksimit të dhimbjeve, një njeri, një shok që me të vërtetë është i lidhur me Allahun e Madhërisëm. Prandaj të dashur teleshikues, gjitha këto që i përmenden janë jashtëzakonisht të rëndësishme dhe dëshmojnë për atë se shoqëria është prej pasurive më me vlerë në jetën e kësaj bote, pra shoqëria e mirë. Por, cilat janë kriteret e përzgjedhjes së shoqërisë së mirë? Çfarë do të kemi parasysh në këtë drejtim? Dhe kush meriton të jetë shoku ynë apo edhe shoqja jon? Do ta kuptojmë pas një pauze të shkurtër me lejen e Allahut. Qëndroni me ne. Rikthehemi sërish për të vazhduar me trajtimin e një prej shqetësimeve më të rëndësishme në jetën e njeriut, në veçanti në jetën e rinisë sonë, e që është si ta zgjedh shoqërinë. Përmendëm shumë prej arsyeve se përse shoqëria e mirë ka rëndësi në jetën tonë. Përmendëm gjithashtu faktin se edhe njerëzit më të ndershëm, njerëzit më me vlerë në historitë e njerëzimit kanë pasur nevojë për shoqëri, kanë pasur nevojë për adresa besnike me të cilët ata do t'i shkëmbenin edhe gëzimet edhe pikëllimet e tyre, do t'i bashkëndjenin ato, përvojat e tyre, kërkesat dhe parashtresat e kështu me radhë.
Andaj është e udhës që të vazhdojmë me përmendjen e kritereve bazike të përzgjedhjes së shoqërisë së mirë në Islam. Pejgamberi i dashur Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, vula e pejgamberisë dhe njërit edhe shëmbëltyra më e mirë e shoqërisë, ka treguar se lidhja që krijohet mes nesh dhe mes shoqërisë me të cilën ne shoqërohemi është aq e fuqishme sa që i tejkalon të gjitha lidhjet tjera. Për këtë arsye thot, el mar'u ala dini khalilihi. Njeriu është në fenë e shokut të tij të ngushtë. Fel yanzur ahadukum man yukhalil. Andaj le të shikojë secili prej jush se kë po e merr për shok, pra me kë po shoqërohet ngushtë. Sepse lidhja e ngushtë që krijohet mes shokëve apo mes shoqeve bëhet aq e fuqishme sa që jo rallëherë për çështjet më të rëndësishme të jetës ne diskutojmë me ta. Qoftë për arsye se mund të mendojmë se nuk na kupton familja si duhet për disa gjëra të caktuara, apo për shkak se nuk dëshirojmë që t'i mërzisim ata, atëherë adresa e vetme tek e cila ne mund të hapim gjoksat tanë, t'i paraqesim kërkesat dhe nevojat tona, t'i shkëmbejmë edhe përvojat tona, pa dyshim se është shoqëria jonë. Pra kaq shumë mund të lidhemi me shokët tanë, sa që edhe mund të ndikohemi edhe në fe, që realisht është lidhja më e fuqishme që ekziston. Andaj kriter bazik i përzgjedhjes së shoqërisë është besimi, feja. Një njeri që nuk beson në Zot, nuk beson në Kur'an, nuk beson në Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, nuk mund të merret për shok. Nuk mund të konsiderohet si njeri që ti mund t'i besosh dhe të shoqërohesh me të. Nga se ai që nuk e beson Allahun, realisht ai e ka tradhtuar më të rëndësishmin, e ka tradhtuar Zotin, e ka shkelur në besë krijuesin e vet. Si ka mundësi që të konsiderohet referencë e besueshme e paraqitjes, shpërfaqjes së nevojave tua, apo edhe e besimit të sinqert. Ka se një njeri që nuk beson në Zot, të gjitha kërkesat e tij jetësore i ka të ndëlidhura me jetën e kësaj bote, me këtë botë materialiste. Për të gjërat shpirtërore nuk ekzistojnë, ose janë thjesht në nivelin retorik, por në nivelin praktik ato mungojnë. Por ti kur e përzgjedh një person që të jetë shoku yt besnik, apo dhe shoqja besnike për gjininë femërore, atëherë ti duhet ta zgjedhësh një njeri që beson në Allahun e Madhërisëm. Sepse kjo është garanca më e fuqishme që dëshmon se ky njeri është i predispozuar që të jetë një shok i mirë. Pra, në radhë parë besimi, duhet të ketë besim. Pastaj, pas besimit është devotshmëria. Ka raste që shumë njerëz janë besimtar, besojnë në Zot, besojnë në pejgamberin e Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Besojnë në mesazhin hyror, në Kur'anin, në librin e Allahut Madhërisëm, por nuk janë të devotshëm. Nuk janë praktikues të denjë të fesë së Allahut Madhërisëm. Pra kanë zbehje të theksuar të lidhjes së tyre me krijuesin absolut të gjithësisë. Gjë që na bën të kuptojmë se kjo kategori shoqërore nuk e meriton që ne t'i konsiderojmë si adresë besnike e shoqërimit me ta të ngushtë. Për arsye se ne për gjërat më të thjeshta të jetës së kësaj bote i konsiderojmë adresat më të besueshme për t'i arritur ato si adresat më meritore për t'u lidhur me to. E nëse për çështjet më materiale të jetës së kësaj bote, ne synojmë që të krijojmë lidhje të fuqishme me adresat e shëndosha dhe të sigurta për ne, si është fjala për një për çështje më të rëndësishme të jetës, siç është përzgjedhja e shoqërisë. Pra në radhë parë ne duhet të tregojmë jashtëzakonisht të vëmendshëm dhe të kujdesshëm në përzgjedhjen e një shoqërie përposbesimtare edhe të devotshme. Me njerë pasaj pason kriteri i moralit të lartë. Nëse ka besimtarë që e besojnë Allahun, janë praktikues të fesë, janë edhe të devotshëm, por duhet të karakterizohen edhe me moral të lartë. Pra që ta keni frikë Allahun e Madhërisëm, që të jenë respektues serioz të Zotit e plotfuqishëm dhe njërit edhe të kenë etikë të theksuar në fjalët e tyre dhe në veprimet e tyre. Pra duhet që shoku ynë të jetë për njerëzve që reflekton devotshmëri, reflekton edukat, reflekton moral, nga se një shok i moralshëm do të thot një shok i kompletuar. Sepse pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë:
akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Besimtarët më të përsosur në imanin e tyre, në besimin e tyre, janë ata që kanë moralin më të përsosur. Pra kanë etik, kanë edukat të lartë, si në fjalët e tyre, po ashtu edhe në veprimet e tyre. Pastaj kriter bazik është edhe që shokët tanë apo shoqet për gjininë femërore të kenë edhe dituri. Jenë për njerëzve që e vlerësojnë diturinë, që e vlerësojnë arsimimin dhe edukimin, janë kërkues të diturisë së pastër burimore, edhe fetare, edhe shkencore. Nga se një shoqëri e arsimuar, një shoqëri që e dashuron diturinë, është shoqëri që meriton të konsiderohet si referencë e besueshme. Sepse ndikimi që ne e përjetojmë në mënyrë të drejtë për drejtë nga shoqëria jonë është e pakontestueshme. Andaj kur ne përzgjedhim një shok që ka dituri, që është i lidhur me kërkimin e diturisë së pastër dhe burimore, që është i arsimuar, edhe çdo herë synon arsimimin dhe edukimin, edhe ne do të bëhemi të tillë, do të ndikohemi prej tyre. Edhe sahabët kanë qenë kësaj. Ata gjatë qëndrimit me të tjerët që ishin në kërkim të diturisë nga Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, qoftë përmes fjalëve të Allahut, pra ajeteve të Kuranit, apo përmes haditheve që pejgamberi i dashur sallallahu alaihi wasallam u thonte sahabëve, ata ndikoheshin, saqë shumë për tyre edhe i mësonin përmendesh, i përcjellin tek të tjerët, gjë që tregon se një shoqëri e cila për herë ka synim arsimimin dhe edukimin, padyshim që është më meritore për të shoqëruar me ta se sa të tjerët. Dhe prej kritereve të radhës apo i fundit vlen të përmendet edhe që shoku që ne përzgjedhim, shoqëria që ne dëshirojmë të shoqërohemi me ta, duhet të karakterizohen me cilësinë e largimit nga mëkatet. Pra që të mos jenë për atyre që i thjeshtojnë gjërat, që mëkatet nuk i shohin si diçka fatale, që janë për atyre që mëkatet i shohin si diçka që nuk mund të ndikojnë në mënyrë të drejtë për drejtë në personalitetet tona. Realisht, një mik i mirë, një shok i devotshëm është ai i cili përkundër këtyre mirësive që i ka, të besimit, të devotshmërisë, të moralit të lartë, të dashurisë për diturinë dhe edukatën e kështu me radhë, ai është i vëmendshëm edhe nga largimi prej mëkateve. Çdo herë e ka frikë Allahun dhe e sheh veten si të rrezikuar nga mëkatet. Dhe reagon edhe ndaj shoqërisë së vet për të mbrojtur ata nga një ligësi e tillë, sepse thyrja e ligjeve të Allahut për të është krim i madh. Pra, shoku i mirë çdo herë ka parasysh që thyrja e ligjeve të Allahut, tejkalimi i kufive të Allahut është krim i madh që nuk duhet të ndodhë në mesin e shoqërive tona. Prandaj edhe nuk toleron që një gjë e tillë të ndodhë. Në qoftë se gjen shok apo shoqe që i përmbushin gjitha këto kërkesa dhe këto kritere, atëherë mbaj atë, shoqërohu me të, nga se nuk ka pasuri më me vlerë se sa një shok i tillë. Argumentet kuranore dhe ato pejgamberike që dëshmojnë për vlerën e shoqërisë së mirë, por në anën tjetër edhe për ndëshkimin dhe për pasojën e rëndë të shoqërisë së keqe janë të shumta, sikurse për shembull tregon Allahu në Kur'an dhe thot në surën Furqan: "Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila. Ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila." Do të dalin disa zullumçar në ditën e gjykimit edhe do të merrohen nga bëmat e tyre, ndër tjerash edhe do t'i kafshojnë duart e tyre. Dhe do të thonë: "Mirë për mua, sikur ta merrja rrugën me të dërguarin e Allahut. Mirë për mua, sikur të mos e merrja filanin për shok." Pra, shoqëritë tona në jetën e kësaj bote kanë ndikim të drejtë për drejtë, jo vetëm në mirëqenien tonë në jetën e kësaj bote, por edhe të botës tjetër. Sepse vitet që ne i kalojmë me shokët e mirë apo të këqinj janë vitet e ndërtimit, janë vitet e mbjelljes. Andaj ne do t'i korrim ato që i kemi mbjellur në jetën e kësaj bote. Dhe gjitha ato që i kemi përfituar nga shoqëria e mirë apo nga shoqëria e keqe, do të lënë gjurmë në ditën e gjykimit për ne. Prandaj do të ketë të tillë që do të merrohen nga ajo që do të shohin si pasojë e shoqërimit me njerëz të këqinj. Por në anën tjetër, ata që shoqërohen me shoqëri të mirë, me shoqëri të devotshme, paramendojnë se sa do të gëzohen,
se sa të lumtur do të ndjehen kur ta shohin se falë shoqërisë së mirë që ata kanë përzgjedhur në jetën e kësaj bote, ata kanë shpëtuar nga dënimi i zjarrit. Ata janë ngritur në podiumet më të ndritura në ditën e gjykimit, siç edhe na mëson pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, se në ditën e gjykimit, pasi që futen banorët e xhenetit në xhenet edhe të zjarrit në zjarr, janë një kategori besimtarësh, të cilëve dua kenë lakmi edhe pejgamberët e dëshmorët. Kush janë këta? Janë ata shokë që janë shoqëruar për hir të Zotit, pa asnjë interes të jetës së kësaj bote, që kanë qenë të devotshëm, që kanë ruajtur njëri tjetrin nga haramet, e kanë këshilluar njëri tjetrin dhe janë bërë dorë ndihmëse dhe përkrahje në çdo rrethon jetësore, ata do të gëzohen dhe do të shpërblehen me podiumet më të ndritura në afërsi të arshit të Allahut të Madhërisëm, saqë edhe dua kenë lakmi kategoria më fisnike e njerëzimit, siç janë pejgamberët, pastaj edhe dëshmorët. Pejgamberi i dashur sallallahu alaihi wasallam, kur flet për çështjen e shoqëruesit të mirë apo të shoqëruesit të keq, ai e ilustron kësaj, përmes shembullit që e sjell dhe thot: "Mathalul jalisi salih wal jalisi su ka hamilil miski wa nafikhil kir." Thot shembulli i shoqëruesit të mirë, i shokut të mirë, dhe shembulli i shokut të keq është sikur se shembulli i atij që ka parfum dhe atij që është farkatar. Pra ai që shet parfume apo kujdeset për parfume, çfarë ndodh me te? Më e pakta që na ndodh, nëse nuk ka mundësi që të na dhurojë ndonjë parfum, ajo që marrim prej tij është aroma e këndshme. Pra para sa ne shoqërohemi me njerëzit e ndershëm, me njerëzit e devotshëm, me njerëzit e dijes dhe të edukatës, ne më e pakta që do të përfitojmë prej tyre është se do ta marrim edukatën e tyre. Do ta marrim një fjalë të mirë, do ta marrim një zgjidhje jetësore. E si është fjala me diçka më të madhe se sa kjo? Kur ata bëhen për krahasit tan më të fuqishëm dhe më serioz. Por në anën tjetër, nga shoku i keq, nga shoqëruesi i keq, nëse asgjë nuk merr, më e pakta që do ta marrësh është pluhuri i ndytësisë. Sikur se ndodh tek një farkatar. Tek farkatari është e pamundur që të mos ndotesh me pluhurin e punës që ai e bën. Edhe nëse shoku i keq nuk t'jep diçka të madhe prej ligësisë së tij, më e pakta që të ndodhë është se do të ndikohesh prej karakterit të tij, me fjalët e tij, me qëndrimet e tij të gabuara dhe të dështuara. Do të kesh pastaj sjellje të pamatura në familje dhe në shoqëri. Cilat janë pasojat e shoqërisë së keqe? Janë të shumta, padyshim, por unë do t'i përmend disa prej tyre. Sepse shoqëria e keqe është sikur se zjarri, që përhapet ngadalë. Pra, fillimisht nuk duket i rrezikshëm, por pastaj me kalimin e kohës konsumon çdo gjë, madje dita konsumoi njeriu tërësisht. Prej pasojave kryesore të shoqërisë së keqe është largimi nga udhëzimi dhe devotshmëria. Por nuk ka pasojë më të rëndë se sa të largohesh nga udhëzimi, nga mirësia më e madhe, të largohesh nga krijuesi i absolutë i gjithësisë. Të bëhesh mëkatar i madh ku nuk njeh Zot, ku nuk njeh kufi, ku nuk njeh turp para madhërisë së tij. Prandaj thot pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, njeriu kur e humb turpin, vepron çdo gjë. Ati që nuk i vihet turp prej Allahut, si do t'i vihet turp prej njerëzve pastaj? Dhe gjitha ata që i shkelin kufijtë e Allahut, bëjnë mëkate të mëdha, bëjnë padrejtësi të shumta dhe nuk turprohen as pak për një gjë të tillë, madje jo rrallëherë edhe krenohen, atëherë dijeni mirë se ata e kanë humbur turpin ndaj Zotit të Madhërisëm. Ndonë se e dinë në ndërdijen e tyre, në qenin e tyre se Allahu sheh dhe dëgjon çdo gjë, por nuk ju ka ngelur asnjë fije turpi. Prandaj për ta nuk ka kufi, për ta nuk ka ndalesa, për ta nuk ka harame. Çdo gjë për ta është halal. Mjafton që ai të mendojë rreth diçka edhe duhet detyrimisht ta veprojë atë. Por një besimtar i sinqert, një besimtar i udhëzuar, një besimtar dhe një shok që ja di vlerën e udhëzimit, ai bëhet sferë mbrojtëse për shokun e tij. Ai bëhet shkak i shpëtimit të tij nga rreziqet eventuale. Pastaj pasojë e rëndë e përzgjedhjes së shokut të keq apo të shoqërisë së keqe është gjithashtu edhe hyrja në mëkate për shkak të ndikimit shoqëror.
Një fjalë e popullit thot, shih rrushi rrushin e piqet. Para sa të qëndrojmë me shoqëri të keqe, para do të ndikohemi. Sado që të mendojmë se jemi të fuqishëm, sado që të mendojmë se jemi të dijshëm, sado që të mendojmë se unë nuk bie në ndikimin e shoqërisë së keqe, është pothuajse e pamundur që të shpëtosh pa ndonjë ligësi. Ndoshta nuk i merr të gjitha, por diçka do të marrësh. Sepse njeriu e ka këtë natyrshmëri. Ndikohet nga rrethi, ndikohet nga shoqëria e tij. Pastaj, prej pasojave të rënda është dhe largimi nga xhamia, largimi nga dituria. Në qoftë se robi largohet nga shtëpia e Allahut, nga xhamia, që është qendra e vlerave dhe e mirësive, është qendra e kultivimit të devotshmërisë, është qendra e përsosjes së udhëzimit. Atëherë ai do të largohet nga gjitha vlerat tjera. Asë është larguar nga më e rëndësishmja, është larguar nga ambientet më të bekuara nga ana e Zotit, nga shtëpitë e Zotit madhërisht. Xhamit janë shtëpitë e Allahut ku përmendet ai, ku madhërohet ai, ku njerëzit i drejtohen në mënyrë të drejtë për drejtë përmes komunikimit më special dhe më të veçantë siç është namazi, por edhe ibadetet e tjera pastaj. Dhe kur fillon dikush të shoqërohet me shoqëri të keqe, ai do të largohet edhe nga xhamia. Sa raste dim që kanë qenë muslimanë të përkushtuar, por për shkak të përzgjedhjes së shokut të keq, ai nga shtëpia e Allahut është larguar. Madje është bërë shumë e vështirë që ta rikthesh atë. Unë kam raste që tek unë kanë mësuar Kur'an, por sot fatkeqësisht ai është rrugëve të këqija. Sa herë më shikon e ul kokën, i turpëruar, se e din se kush ka qenë, por shoqëria e keqe ka bërë që ai sot të kalojë në një nivel të tillë. Ndonë se e lusë Allahun për herë që ta shoh të rikthyer në origjinën e pastër të besimit dhe të devotshmërisë. Dhe kam shprehje se ai do të rikthehet, sepse e di se çfarë njeriu ka qenë dhe çfarë vlera ka pasur. Por poenta është kjo, ajo që ka ndikuar te ky njeri, që të bëjë kësi ndryshimi drastik, nga i të qenë njeri i devotshëm, praktikues i fesë, është pikërisht shoqëria e keqe. Lidhja që ai ka krijuar me një shoqëri që nuk do të duhej të shoqërojë me ta, e jo më të lidhej me ta. Pastaj është zhgënimi dhe pendesa në ditën e gjykimit. Ai që shoqërohet me shoqëri të keqe, çdo herë zemra e tij, shpirti i tij do të ndjejë zhgënim. Nuk do të ndjejë shpresë. Dhe do ta shohë veten si të dështuar, do ta shohë veten si një njeri që do të përfundojë me ndëshkim të përhershëm. Prandaj i thot vetes, grahi i bën çfarë duash sepse për ty nuk ka shpëtim. Sepse shoqëria e keqe të mban me ide shterpe, me ëndra dhe me iluzione, që realisht nuk kanë asnjë pikë realitetin to. Pa bëhet shkak që ti gjitha ato ëndra që i ke krijuar, të cilat ti duhet t'i realizosh, ti harrosh ato. Dhe të merresh me gjuna, të merresh me mëkate. Nuk ja vlen që gjithë këtë komoditet të devotshmërisë ta shkatrojmë për një shok të keq, apo për një shoqe të keqe, sepse realisht e shkatrojmë lidhjen tonë me Allahun e Madhërisht. Por në anën tjetër, ekzistojnë edhe shumë dobi të shoqërisë së mirë. Janë të shumta. Por më e rëndësishmja është se shoqëria e mirë është mburojë shpirtërore dhe është dritë në errësirën e mëkateve. Ajo ndihmon në forcimin e imanit. Shoqëria e mirë ku ti shoqërohesh me ta, ku njëri flet për Allahun, tjetri flet për Kur'anin, tjetri flet për Resulullahun, tjetri flet për vlerat morale, për ndërtimin dhe zhvillimin e vendit. Nuk ka mundësi që të mos ndikohesh pozitivisht për tyre. Nuk ka mundësi që të mos gdhendesh me vlerat e tyre. Ja se një vesh që dëgjon vazhdimisht fjalë të mira, një sy që vazhdimisht sheh veprime të matura dhe të qelluara, atëherë do të përçojë edhe tek zemra. Zemra e absorbon, e pranon atë që e sheh syri dhe atë që e dëgjon veshi. Dhe pastaj e krijon si bindje në vetvete. Shoqërimi me njerëz të mirë bën që ne të krijojmë bindje të shëndosha, si në raport me Allahun, pastaj në raport me fen, në raport me Resulullahun, në raport me idealet tona jetësore, në raport me vlerat që ne duhet t'i promovojmë në shoqëritë tona. Shoqëria e mirë ndikon dhe nxit për vepra të mira. Çdo herë shoku i mirë bëhet shkak që të vazhdojmë të veprojmë vepra të mira.
Çdo herë shoqëria e mirë bëhet shkak që ne ta fisnikrojmë dhe ta përsosim raportin tonë me Allahun e Madhërisëm. Sa herë ndodhet që ne në një moment të caktuar mund të përjetojmë ndonjë pasivitet apo ndonjë dembelizëm të momentit, por shoku i mirë vjen edhe ta largon atë pluhurin e dembelizmit. Thot eja, mos nguro, ta falim namazin me xhamat në xhami. Eja të ndihmojmë atij. Eja ta bëjmë një vizitë për hir të Allahut. Të shkojmë në xhami, të mësojmë prej mësimeve islame. Mos vonohemi në shkollë, mos bëhemi përtac. Shoku i mirë nxit në vepra të mira. Gjithashtu bëhet mbrojtës nga mëkatet. Është mburojë drejt për drejt nga mëkatet eventuale. Sa shok kanë dështuar për shkak të mospasjes në shoku besnik, që do ta këshillonte nga largimi prej këqijave. Do ta këshillonte nga pasurimi i karakterit të tij me vlera të larta morale. Dhe për fund, një prej vlerave më madhështore që ne e përfitojmë prej shoqërisë së mirë është se ata bëhen ngushëllim në fatkeqësi dhe ndihmë në vështirësi. Një fjalë e urtë, një fjalë e mirë, një fjalë e qelluar një shoku të mirë, në rast të vështirësie, në rast të fatkeqësie, në ato momente bëhet pasuria më me vlerë për zemrat tona. Sikur sa ajo gjella për cilën ti ke pasur nevojë, por nuk e ke ditur, dhe për shkak të urisë së madhe, në momentin që ke hasur në të dhe e ke shijuar atë, e ke kuptuar se për këtë pas ke qenë më i nevojshëm se sa çdo gjë tjetër në botë. Kështu është edhe me një këshill të një shoku të mirë, sidomos kur ne ballafaqohemi me sprova, me vështirësi jetësore. Shoku besnik bëhet shkak që ti të mos përjetosh diçka që nuk mund ta përballosh. I parandalon disa rreziqe vetëm me një fjalë gojore. Prandaj Imam Shafiu ka thënë, nëse ke një mik që të ndihmon të afrohesh me Allahun, atëherë kapo fort pas tij, sepse një shok i mirë është më i rrallë se ari i pastër. Është shumë më vështirë të gjesh ar të pastër, sidomos sot, por akoma më vështirë është të gjesh shok të pastër, shok të devotshëm. Dhe kushdo që e gjen atë, le ta ruaj më shumë se sa çdo pasuri të jetës së kësaj bote. Për fund, praktikisht dua t'i përmend disa këshilla se si ta zgjedh shoqërinë e mirë. Fillimisht duhet ta lutim Allahun e Madhërisëm, nëse një prej faktorëve që ndikon drejt për drejt në përzgjedhjen e shoqërisë së mirë është lutja e sinqertë. Kur ne i lutemi Allahut që ai të na mundsoj të shoqërohemi me njerëz të devotshëm dhe me njerëz të mirë, sinqerisht, realisht ne dëshmojmë Allahut se ne jemi të tillë. Pra ne synojmë që t'jemi të devotshëm, andaj dëshirojmë që dhe shoqërinë tonë ta kemi të devotshme, në mënyrë që t'i ndërmarrim gjitha shkaqet e nevojshme të mosdevijimit. Prandaj luteni sa më shumë Allahun për shoqëritë e mirë. E nëse e keni atë, luteni sa më shumë Allahun që t'u ruaj atë shoqëri. Pastaj kërko miq në ambientet të dijes dhe të adhurimit. Ambientet më të mira për t'i kërkuar shokët më të mirë janë ambientet e devotshmërisë. Janë xhamit, shtëpitë e Allahut, janë mezhliset e hajrit, ku rinia takohet me hoxhallar dhe me të tjerë, aty ku përmendet fjala e Allahut, aty ku përmenden vlerat, edhe fetare dhe kombëtare, aty kërkoj shokët më të mirë sepse aty i gjen. Shokët më të mirë nuk mund t'i gjejmë në klubet e natës. Nuk mund t'i gjejmë nëpër bastore. Nuk mund t'i gjejmë nëpër mejdane ku rrihen e ngatrohen. Aty s'ka mundësi të gjesh shok të mirë. Shokët e mirë i gjen në ambientet e vlerave, në ambientet e devotshmërisë, në hallkat e diturisë, në hallkat kuranore, në vendet ku përmendet Zoti i Madhërisëm. Pastaj vështro karakterin dhe jo pamjen. Nuk duhet ta kërkosh shokun apo shoqërinë në bazë të pamjes, por në bazë të karakterit. Ajo që realisht i jep vlerë dhe që konsiderohet pasuri reale është pasuria e brendshme. Dikush mund të mos duket shumë bukur, mund të mos ketë pasuri të madhe materiale, por ka pasuri spirituale. Në shpirt është shumë i kalitur, është i ngritur, është i përndritur. Prandaj fjala e mirë e tij ja jep edhe bukurinë e pamjes, por edhe bukurinë e jetës. Vlerëson ndikimin që ka tek ti. Nëse ke një shok që ndikon tek ti me fjalët e tij të mira, të qelluara, të matura, vlerësoje këtë shok. Mbaje afër vetes, nga se kjo është pasuria më e madhe me cilën ti mund të bekohesh nga ana e Zotit të Madhërisëm, sepse shoku i mirë të largon nga likësitë. E nëse Allahu të ka sprovuar me ndonjë shok të keq apo me shoqëri të keqe, largoju prej tyre me urtësi.
Por largimi nga ta me urtësi nuk do të thotë që ti shkëputesh marrëdhëniet me ta. Nga se ne të udhëzuarit, ne që synojmë që t'jemi të devotshëm, jemi sikur se mjekët. Mjeku i mirë nuk largohet nga pacientët e tij, por gjen çdo herë shtigje, hapësira dhe mundësi që të bëhet shkak i shërimit të pacientëve të tij. Por janë disa raste ku ne nuk mund ta ekspozojmë veten para ndonjë rreziku permanent, prandaj në distancë mundohemi që të ndikojmë sa më mirë tek ta, që ata të kurohen nga sëmundjet eventuale. Prandaj edhe në raport me shokët që mund të mos jenë të mirë, apo që dikur kanë qenë të mirë, po tani kanë devijuar, mos i shkëput marrëdhëniet tërësisht. Lej disa raporte, qoftë edhe të nivelit minimal, në mënyrë që të bëhet shkak i shpëtimit të tyre, nga se ne kemi për detyrë që mirësinë që e gëzojmë vetë ta përçojmë edhe tek të tjerë. Për fund, shoqëria e mirë është një nga rrugët më të sigurta për të arritur kënaqësinë e Allahut Madhërisëm. Një mik i devotshëm është një thesar në këtë botë dhe në botën tjetër, ndërkaq shoqëria e keqe mund të sjellë kënaqësi të përkohshme, por është burim vuajtje dhe është pengesë e përhershme. Dhe jo më kot, pejgamberi i dashur Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "El mar'u ma'a man ahab." Njeriu në ditën e gjykimit do të jetë me atë që e ka dashur në jetën e kësaj bote. Pra në ahiret do të jemi me ata që i kemi dashur në jetën e kësaj bote. Andaj nëse i duam njerëzit jo meritor për dashurinë tonë, nëse i duam njerëzit që nuk e duan Allahun, nuk e duan fenë e Allahut, nuk e duan pejgamberin e Allahut, nuk i duan vlerat morale, atëherë është rrezik që të përfundojmë me ta në ditën e gjykimit. Por kur ne i duam njerëzit me vlera, njerëzit që e duan Allahun, e duan fenë e Allahut, i duan pejgamberët e Allahut, njerëzit që e duan ndershmërinë, e duan besnikrinë, padyshim se Allahu do të na bashkojë me ta në ditën e gjykimit, sikur se tregojnë edhe shumë transmetime, të kapur duar për duar, do të hyjmë në xhenetin e Allahut ashtu siç u kapëm në jetën e kësaj bote, dhe nga gëzimi dhe lumturia e madhe që do ta përjetojmë, edhe Allahu i Madhërisëm do të gëzohet me ne. Lutim Allahun që të na bëjë për besimtarët të cilët në jetën e kësaj bote shoqërohen me shokë të mirë, e në veçanti rinia jonë, nga se ashtu siç e fillojmë rinin tonë, pra ashtu siç e karakterizojmë fazën më të rëndësishme të jetës përmes shoqërisë së mirë, ashtu do të vazhdojë edhe pjesa e mbetur e jetës sonë. Zoti ju nderoft për dëgjimin. Lut Allahun që kudo që t'jeni, t'ju begatoj me begatitë e tij të panumërta, t'ju ruaj nga çdo ligësi dhe t'ju mbroj nga çdo njeri që bën padrejsi, dhe t'ju bashkoj në xhenetet e larta me ata që i keni dashur më së shumti në jetën e kësaj bote. Walhamdulillahi rabbil alamin. Deri në takimin e radhës për të trajtuar një prej shqetësimeve të radhës, ju lënë në kujdesin e Allahut Madhërisëm. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.